Një pronar është Mehmet Hërtica Haxhi Mehmeti, lagjen kodrës trimave, edhe ata meritojnë me kanë lagjes kodrës trimave, sepse janë trima. Kanë ditë ata me tregu vetveten para luftës, gjatë luftës e pas luftës. Njerëz të cilët i gjenden Kosovës gjatë viteve 90-ta, kur u mbyllën institucionet e arsimit i mbylli serbi, edhe ata e hapën shtëpiat e tyre për shkolla. Që Mehmeti njëjti, 4 depo, ja ka lëshuar shoqatës Tereza për ndihmë humanitare për popullin e Kosovës. Ky zotnia, në moshën 80 vjeçare, ka pas qef shpinë e vet, me bëni hajër, m'ja mundsu musliman me fal taravit, lagjes, m'ja mundsu edhe xhamar me fal. Pa e pengu askënd. E të del komuna jonë, që të sekte në Ramazan tani, me shku njeriut, me qitë shëritin, me mja qua atje, ku me disa polici kanë shku, kjo nuk i përket një sistemi demokrat, të një bashkije, si që është Prishtina, që e njef kush është Mehmet Hërtica dhe kush është familja tina. Për çka? Për 2-3 din soz, për dorin pleqt, pra kundërshtar dinit, dëshmën dinit. Zurum nuk ka, shqetsim nuk ka, as një dëm nuk i shkan ati këshis. Pse të vjen e blokon xhamin? Shkeli shetrisë Ramazanit, në nënçmim e përbuzjet këtyre shtetarëve të lagjes, këtyre muslimanëve, edhe kur në Ramazan. Injorim total i bashkësisë islame. Është injorim i kontributit të asaj familje që po e përseresjen për familjeve të pakta, tralla, që kanë kontribue për që të Kosovën tonë. Kam dëgjuar për këtë rast, në fakt për objektin, në fjalë, pas se nuk kam qenë atje, por kam dëgjuar se një pronar, e që mendoj s'ka gjatë keq që përmend edhe emrin sepse është persymiri, është Mehmet Hërtica Haxhi Mehmeti, lagjen kodrës trimave, edhe ata meritojnë me kanë lagjes kodrës trimave, sepse janë trima. Kanë ditë ata me tregu vetveten para luftës, gjatë luftës e pas luftës. Duhet jemi të sinqert prej familjeve në Prishtinë që unë i respektoj fort dhe ua kam lakmin për kontributin e tyre për feje për atë dhe është edhe familja e Hërticëve. Për kontributin e tyre mund të shkruhet libër. Njerëz të cilët i gjenden Kosovës gjatë viteve 90-ta, kur u mbyllën institucionet e arsimit i mbylli serbi, Miloshi, edhe ata e hapën shtëpiat e tyre për shkolla, e që ka mund një kushtu shumë, por nuk kanë qakërit për atë punë. Shtëpiat e tyre kanë qenë vatër të arsimit deri në luftë. Që Mehmeti njëjti, 4 depo, nëse nuk jem gabim, se këti ka dhe zote shumë bereqet, shumë pasuri, 4 depo, ja ka lëshuar shoqatës Tereza, atër ka qenë vetëm që e shoqatë para lufte, për ndihmë humanitare për popullin e Kosovës. Kur ka arë lufta, këta të gjithë ja kanë kthy pushkën armikut, kanë ka pushkën dorë. Këta gjithë kanë dhanë për që vend tonë. Vështirë është me gjetë do një objekt hajrit në qantikër e qytet, e që nuk i gjenë hertest pjesëmarrës, kontribues. Ata gëzojnë autoritet shumë të madh Prishtinë, veçanti tek qytetarët e vjetër që i njohin. Dhe kjo e fundit është kontribut i fundit i tina, po jo i mrami krejt, por se dishallah kjo jep hala. Kjo zotnia, në moshën 80 vjeçare, një ka më dhe, një më dhe, që është populli, ka që zoti i dare pasani shumë, dhe ka pas qef shpinë e vetë, si shpi, formë shtëpie, jo formë xhamie, me bëni hajër, m'ja mundsu musliman me fal taravit. Lagjes, m'ja mundsu edhe xhamar me fal. Pa e pengu askënd. Këtu ku është e keqja? Njerëz të tillë, sikurse kjo autoritativ, me kontribut të madh, edhe po t'i shkelnin disa ligje, do të më mbyll syt. Dhe më të them përgjithësi, sepse në vetë një ligjet e fesë, më mirë se ligjet e dunjas, e kur thënë ligjet e fesë, e kam përgjithësim para Zotit, para syve që flas. Njerëzit cilët kontribuojnë shumë, duhet të kenë tretman të veçantë, jo çdo send, jo kur bën krime ai, pa i zbë krime heq, por ndesa gjana edhe po t'i bënte ai. Për shembull njëri autoritativ e ka të kalu shpejtësinë. Dhe ligji thot 120 në orë. Ky ka qenë 140 në orë. Kur anale shë një veteran, një plak i mirë, veteran i arsimit, 40 vjet ka mësuar nxënësa, ose i luftës, invalid i luftës. Ta shon si polic me dënukte për që të gabim të vogël, kurse kë i jetën e vetë, deshti me dhamë për vatan që me kanë oneset polic në uniform, e me folë shqip, s'mu e dënë e këta. Për një shkelje të vogël nuk mu e dënë e këta, sepse nuk la pasoja. Kjo edhe fetarisht, edhe njerëzisht, edhe moralisht, edhe ligjërisht, kjo ecë, kalohet. E lërë që ajë nuk ka bërë një shkelje, e të del komuna jonë, që të sekte në Ramazan tani, me shku njeriut, me qitë shëritin, e me qua atje, ku me disa polici kanë shku, thua se njeriu ka droga të, ose thua se është ka bëndë një terrar, rruna zot. Kjo nuk i përket një sistemi demokrat, kjo nuk i përket një qeverie
të një bashkie, si që është Prishtina, nuk do të përket një institucioni qeveritar që e njeh mirë kush është Mehmet Ërtica dhe kush është familja tina. E të cilët janë muslimanë dhe vetë ata, e me shkel shejtërinë e muajit Ramazan. Me thonë njerëzit mos e falni, është shkelje shejtërisë të muajit Ramazan. Për çka? Për 2-3 din soz, për dorin pleqt, pra kundërshtar dinit, dëshmën dinit, ose mund të kenë ata ndonjë farë paragjykimi, ku ta diun e çka, ankesa. Pse ankohen njerëzit, ne nuk mujnë ata me plotësu dëshirat të gjithëve. Sa njerëz kemi që ankohen për xhaminë e madhe në Prishtinë, xhaminë e Çarshis Prishtinë. Sa njerëz janë anku për xhaminë e re që është ndërtu. A shkojnë plotësim dëshirën aty, pa ankohen ata. Shtini apo dëshirë ndërzej xhamia të krejt. Po s'ka ne punë është. Për çfarë po ankohesh ti? Pse po falën këta? Apo të pengojnë ty në shpitane diçka? Jo, valla s'po pengojnë, rrit tros aty. Nëse në moment që të pengojnë që ka telefoni, na thirr neve, ne vim. Të lojnë kjerët para derës, ta blokojnë rrugën, nuk mundesh me dalë, ti në bartan të parkojnë kjerët, na tregon neve. Ama, pse këta në objekt vetin, edhe mrena në objekt, jo jashtë, zhura nuk njetë jashtë, mrena, e minguna 2-3 njerëz dëshmën dinit, e të vatanit, se që është dëshmën i dinit, është dëshmën i vatanit, kjo nuk në rregull. Kjo nuk i bën njerë kretarit komunës, kjo nuk i bën njerë kretarit të inspektoriatit të Prishtinës. Nuk i bën njerë. Ke qenë pasditë shumë të keqe policinë, i qenë pasditë shumë të keqe muslimanët. Gjënaha kjo punë, padresia kjo punë. Po të ishte marrun atë vend që aty ndonjë kafehane natë se i nej cefar faqet zeza. Që është ba? Ku i lëshohet zanë muzikës kup të kresë. Dhe ti lemrën polici, thuën nuk po mlen me flajt. Që thot policia të stacion, thotë vje keq, me ligje kanë deri në ora 22:00, ose verës 24, përparim, çka më ke përparimi? Arama. Deri 24 në kup të kresë madhus të krejt qendrën Prishtinës. Dhe nuk ka njeri në qendrën Prishtinës që për 2 muaj ditë verës mundet me flajt e me bëllah me dekan pe zhurmës tyne. Kujna shërben kë? Shërben të kujna është? A është kryetari dhe drejtoriati, inspektoriati për ndërtim shërbim të qytetarëve, shërbim të kaftë lartëve? Shërbim të kujna është? Qka përngan ty nëse njerëzit falën? Shpetemone, i malë njerëz pani këtë burra. Që kam xhamin nga që ty? Se pa ishtë një shpetem falë ty, be në këshalan. Veç që kam xhamin, elhamdulillah, të në rrugë, e o gjënahën e me thirë gjinë me falë këtu, me braktis xhamin, o gjënah për Zotit. Për ndryshe, pa i thirë ty, be në këshalan, me falë shpetem, e në bërtemet mushet pletë të borri, çdo javë, çdo xhamat ta falin gjinë, edhe 5 herë ditë. Shpia më bashka dune. E nëse me zhuru i pengoj këshit, pa, heq pa mëna ligji, logjika, nuk bën pengu njerëzit. Nuk bën. Azan është meselën vete, jashtë azanit mëse pengon njerëzit. Mëse pengon njerëzit. Ka tefë ligjerat ati, me lëshu zanin, e mungu këtë mahalla, nuk ka nevoj, xhami mrena. Pa, zhurum nuk ka, shqetsim nuk ka, as një dëm nuk ishkan ati këshis. Pse ti vjen e blokon xhamin? Gjënabra. Pra, këtë në shkelet shumë të shumanshme. Shkeli shqetërisë të Ramazanit. Në nënçmim e përbuzje të këtyne shtetarëve të lagjes, të këtyne muslimanëve, edhe kur në Ramazan. Injorim total i bashkësisë islame. Është injorim i kontributit të asaj familje që po e përseresin për familjeve të pakta, të ralla, që kanë kontribu në qatë nivel. Kanë kontribu shumë njerëz, inshallah tanë kanë kontribu, kush ma shumë, kush ma pak. Nëse jo bashkëtan, po do të më thonë që ashtu. Amokt, kjo është familje për familjeve, në listë parë atje. Nëse nuk e nishi për të parave, që kanë kontribue për që të Kosovën tonë. Ata në burra, ata në bojarë, ata në fisnik, nuk ka mahime ta. Andaj, vend që me dekoru njeriun për kontributin e dhanë, më që njeriut, në pleqni, me ja propunë, me shkuna për policinë, për prokurorije, ku ta dione, kjo nuk kanë rregull. Kjo është runa zëtë shala se kemi taksirat. Andaj kësha bëftes, kretarë për parimit, e nuk i dia e din as e din. Mos hina në gjëna me para gjiko, se jena në Ramazan. Nëse e din, nuk kanë rregull për ta. Nëse nuk e din, inshallah shkan lajmi, e këtë punë shëkat, thëtë nëse javni zanin juve, lej njerëzit rahat, jënë qytetarë tonë. Sa s'po bojnë ata, as gjas s'po bojnë. Qyshe nëreqi punën për parimi, e që këtu dhëtë në falenderu tash, në fshatin Shkabaj. E nëreqi njëra ju rritë, falemderit për tina. Po
E ta ndreqë edhe këtu. E tani të thënë edhe për të faleminderit. Kryetari është baba, është prindi i kësaj familje të madhe të qytetarët Prishtinës. Është kryeplako, është zoti i shtëpisë, është domaçini. Andaj do të më respektu tanë, mi dash njerëzit, me qenë afër tyne. Nëse kanë gabim, kujtoja gabimin, qërtoj. Po kurse kanë gabim, e kanë mirë, përkrahin njerëzit, rrëv përkrahin njerëzve. Se sa të keqen nuk kanë të bën njerëzit. Allahu na përmirësoj gjendjen e na udhëzoft, se kjo nuk është e mirë, kjo me një njeri në Ramazan, por çka më thon? Pas të themi Zotën e drejtohet e na udhëzoft.